A mund të kombinuan disa procedura estetike në të njëjtën kohë? Nëse po, cilat? Patjetër, shumica e operimeve që i bëjmë, pacienti kërkon që me një anestezian t'i kryej disa intervenime. Varësisht çfarë, për shembull, në përgjithësi zvoglimi i gjoksave ose liftingu ose mami makeover që i thojnë rregullimi i trupit të nënës pas lindjeve, pas përfundimit lindjeve të fëmijëve. Atëherë ka mundësi që i kombinojmë për shembull gjoksa, abdominoplastik, lifting të vetullave, blefaroplastik të sipërme të poshtme e procedurat ndryshme. Mirë po, sa më pak vraga, aq më mirë rekuperimi edhe më i shpejt, edhe më i padhemshëm për pacientin. Edhe gjithashtu koha e operacionit është më e shkurt. Mirë po, në përgjithësi pacientët kërkojnë që me një anestezian, me një akt me i përfundu edhe mos me u fut në operacion për shkak të analizave, ekzaminimeve të ndryshme. Po si ndikon stili jetesës, si ushqimi, sporti në rezultatet estetike dhe çka i këshilloni ju pacientët në këto raste? Patjetër që ndikon shumë. Nëse një person ushqehet mirë, është i rehidrum, ushtron, atëherë edhe nëse lëkura lëshohet edhe kërkojnë intervenime estetike, po flas tani gjithmonë për intervenime invazive, kirurgjike, me operacion, atëherë edhe rikuperimi i tyre është shumë më i lehtë, më i shpejt, për shkak të sasisë vogël të dhjamit. Se gjithmonë problematikat më të mëdha në komplikimet e operacioneve vijnë për shkak të dhjamit. Ato zakonisht krijojnë probleme, edhe plaga mbyllet më, për shembull të abdominoplastika zakonisht ndodh kjo, se nëse kemi sasi më të madhe të dhjamit, atëherë plaga gjithmonë shkon më gjatë me u mbyll. Komplikimet gjithmonë janë më të mëdha. Nëse pacienti ka shumë sasi të vogël të dhjamit, atëherë shërimi është shumë më i shpejtë.